Të nderuar shikues të televizionit 7, jemi kështu me edicionin e lajmeve të orës 19:30, do ju njoh me ngjarjet kryesore që kanë shënuar këtë ditë. Shtetet e NATO-s janë pajtuar për një rritje masive të shpenzimeve për mbrojtje pas presionit nga presidenti amerikan Donald Trump. Ky i fundit quhet edhe baba nga sekretari i kësaj aleance, kreu i SBA-s e përmend edhe një herë Kosovën. Hajrullah Çeku, deputet e ministër në detyrë, deklarohet për garën si kandidat për kryetar të Prishtinës. Ai ka treguar se nga cila pozitë do të dorëhiqet spari dhe se a do të ketë përkrajen e Mefail Bajshinovcit, i cili kishte synime që ta merrte kryeqytetin. 98 deputet mblidhen për dështuar për herën e 37 në konstituimin e legjislaturës së re të kuvendit. Seanca së mërkurës zgjati më pak se 2 minuta e palët se ndryshuan as kajen e akuzave e as përmbajtjen e deklarimeve. Kushtet brenda Pallatit të Drejtësisë janë bërë të papërballueshme me rritjen e temperaturave brenda ambienteve të zyreve. Ankesat s'po përfillen e sindikata administratës së gjyqësorit nuk i përjashton edhe protestat. Në Ministrinë e Infrastrukturës që udhëhiqet nga Liburnaliu, 62 zyrtar nga komuniteti serb nuk kanë shkuar fare në punë gjatë vitit 2024, por të njëjtit janë paguar. Zyra kombëtare e auditimit konstaton se kjo ka shkaktuar dëm në mbi 465.000 euro për buxhetin e shtetit. Thuaj Tunxhat Jeta, mundësisë për të investuar në një jetë të sigurt. Qendresa e re, pjesë e Bau Holding. Edicionin e nisi me Pallatin e Drejtësisë, ku së fundmi janë vështirësuar së tepërmi kushtet me rritjen e temperaturave. Ato brenda zyreve po shkojnë deri në 35 gradë, ankesat që po bëhen s'po përfillen fare. Për këtë, sindikata administratës së gjyqësorit nuk i përjashton edhe protestat. Me të po mundohen të bëjnë të përshtatshëm ambientin e punës. As ky ventilator s'po i ul temperaturat brenda zyrës së gjyqtarit në Pallatin e Drejtësisë, por as dritarja s'po kryen punë. Kjo pasi temperaturat brenda ambientit të punës janë më të larta se jashtë. Madje diku e arritën edhe maksimalen qysh në orët e paraditës. Deri në 33 gradë Celsius u shënuan temperaturat brenda zyrave të gjyqtarëve këtu në Pallatin e Drejtësisë. Me ngritjen e temperaturave, kushtet brenda objektit janë vështirësuar me mungesën e sistemit të ajrosjes e të klimave. Punonjës të shumë të pallatit tashmë kanë dorëzuar ankesa. Më shumë për këtë foli kryetari i sindikatës së administratës në gjykatën themelore Naim Rustemi. Gjendja aktuale është shumë e keqe. Mos më thonë përbeluese, është shumë e keqe, e tmerrshme. Devenit e vesh në këtë objekti, ja duhet më intervenua. Nga shteti, ja duhet me mbyll krejt. Nuk janë kushte për punë, duhet ta di një herë për gjithmonë. Na gjithmonë kem pas të lashë, ju e dini, vetë edhe si media. Gjithmonë kem pas të lashë pe inaugurimit të objekti. Rustemi tregoi arsyetimin që kanë pranuar nga mirëmbajtësit e objektit. Jam interesuar se janë disa punëtorë këto që e mirëmbajnë objektin, qysh që 2-3 muaj jam interesuar. Edhe kom kërkuar sqarim për tyne, çka më detajisht ata më kanë informuar se disa stabilimente janë prishur dhe e kanë ushtruar kërkesën për me zëvendësuar ato, mirë po sot 3 muaj det nuk ka përgjigje as po as jo. Ai si hodhi poshtë as protestat. Nuk përjashohet mosia as e protestës as e bllokadës total punës. E nga Ministria e Punëve të Brendshme që janë përgjegjës për këtë objekt të mërkurën su përgjigje në pyetjet e televizionit. Kurse një institucion tjetër problemin nuk po e ka me temperaturat, por me parregullsi. Auditori ka zbuluar shkelje të shumta në menaxhim financiar të SHSKUK-s gjatë vitit 2024. Problemet kanë rezultuar edhe me disa kontrata, dëmi nga të cilat parashihet milionësh. Qendra klinike universitare e Kosovës dhe spitalet rajonale kanë keq menaxhuar buxhetin gjatë vitit 2024. Kjo është gjetja kryesore e raportit të fundit nga zyra kombëtare e auditimit për shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës. Sipas raportit, fusha më problematike mbetet ajo e tenderëve. Në 2 rastet e veçanta SHKUK-ja ka dhënë kontrata kompanive që nuk kanë plotësuar kushtet e kërkuara. Në një tender për mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore në vlerë mbi 231.000 euro, kontrata u dha në kundërshtim me rregullat.
Po ashtu një kompani që nuk i plotësonte kriteret fitoi tenderin për renovimin e ambulantave në klinikën e ORL-s dhe oftalmologjisë në vlerë mbi 346.000 euro. Por shqetësimet nuk përfundojnë këto. Gjithashtu pagesat për mallrat dhe shërbimet janë bërë me vonesë, madje edhe për më shumë se 30 ditë, që t'i ka lënë afatin ligjor. Auditori ka konstatuar se në 4 raste ÇKUK ka vonuar pagesat nga 7 deri në 60 ditë, për te kohës së paraport me ligj. Sipas ZKA-s, vonesat janë shkaktuar nga mungesa e mjeteve financiare, por edhe nga mungesa e kontrolleve të brendshme për përmbushjen e obligimeve buxhetore. Një problem tjetër i evidentuar është edhe kalkulimi i gabuar i shtesave për kujdestarit e mjekëve, gjatë ditës së premte. Ligji i punës dhe rregulloria për kompenzimin e punës gjatë natës dhe jashtë orarit kërkojnë shtesë prej 20% të pagës bazë për kujdestarit. Por në ÇKUK këto shtesa janë llogaritur gabimisht me 150%, duke shkaktuar një shpenzim shtesë me mbi 137.000 euro vetëm në këtë institucion. Shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës është institucioni më i madh publik shëndetësor në vend. Në vitin 2024 kishte menaxhuar buxhet në vlerë prej 180 milion eurosh. Zyra kombëtare e auditimit shkelje gjetje edhe në Ministrinë e Infrastrukturës. Ky resor qeveritar që udhëhiqet nga Liburna Liu i ka paguar 62 zyrtar nga komuniteti serb, ani pse nuk kanë shkuar fare në punë gjatë vitit 2024. Sipas raportit të ZKA-s, kjo ka shkaktuar një dëm mbi 465.000 euro për buxhetin e shtetit. Kontratat e punës i kanë ende aktive. Por 62 zyrtar nga komuniteti serb të punësuar në Ministrinë e Infrastrukturës nuk kanë shkuar fare në punë gjatë vitit 2024. Si rezultat, dëmi që ja kanë shkaktuar buxhetit e shtetit arrin në mbi 465.000 euro. Kështu është konstatuar nga një raport i Zyrës Kombëtare të Auditimit për këtë institucion. Megjithatë, mungesa e punës nuk është problemi vetëm. Raporti zbulon edhe vonesa dhe shkelje serioze në 7 projekte infrastrukturore, me vlera milionëshe. Në Malishev, ndërtimi një rrugë që nisi në vitin 2019 ka përparuar vetëm 15% për shkak të problemeve me pronësinë e tokave që kanë bllokuar punimet. Edhe në segmentin Dheu i Bardh Bresalc në komunën e Gjilanit, pavarësisht kontratës së nënshkruar që në vitin 2018 janë realizuar vetëm 89% e punimeve. Në vendet e tjera si Banulla e Lipjanit, punimet janë bllokuar dhe afatet janë shtyrë disa herë, ndërsa janë nënshkruar edhe aneks kontratat e reja për zgjatjen e punimeve. Një problem i rëndësishëm që përmendet në raport janë edhe vonesat në pagesën e shpërndësimeve. Në 4 rastet e testuara në vlerë mbi 1 milion euro, kompenzimet janë bërë me vonesa nga 11 deri në 13 vjet. Ligji parashikon që për çdo vonesë duhet paguar edhe interesi ligjor prej 7% në vit. Përkundër kësaj, ministria përveç rasteve të detyruara me vendime gjyqësore nuk ka paguar kurrë këtë interes. Gjithashtu, ministria ka tejkaluar pagesat në disa kontrata duke aplikuar tavanin plus minus prej 30% në pozicione, gjë që nuk lejohet. Sipas Zyrës Kombëtare të Auditimit, këto shkelje kanë ndodhur për shkak të mos funksionimit të duhur të kontrolleve nga menaxherët e kontratave gjatë realizimit të tyre. Ministria e Infrastrukturës është pajtuar me këtë gjetje dhe ka premtuar masa për përmirësim të menaxhimit dhe kontrollit në të ardhmen. E një kolegi Liburna Liu që udhëheq me Ministrinë e Kulturës dhe tani është edhe deputet, po synon tani edhe pozitën e kryetarit të Prishtinës. Lidhur me këtë, ai ka folur për televizionin 7, ku ndër të tjera shtregoi se cilën pozitë do ta lë të parën dhe se ai ka për krajen edhe nga Mefail Baqinovci, i cili kishte shfaqur ambicie për ta udhëhequr kryeqytetin. 100 pjesëmarrës nga 37 shtete po e presin udhëhecjen e një shteti. Kryeministri në detyrë i Kosovës u vonua si zakonisht, andaj organizatori njoftonte her pas here se Albin Kurti po vjen. Kështu ndodhi edhe një herë tjetër. Pjesëmarrësit filluan të mërziten me vonesën. Kur u kuptua se ai më në fund po vjente, u dha lajmi shumë pritur. Me të arritur në sallë, këta shfrytzuan rastin për të bërë një fotografi të përbashkët. Pas fjalimit, Kurti u nis drejt kuvendit e ministrin e detyrës Sheku qëndroi edhe pas orës 11.
Kur e pa se është vënë për seancë, u nis me nxitim, vetë se disa pyetje gjatë rrugës për në Kuvend ju përgjigj televizionit të shtatë. Nashta jep personi që ka më shumë tipozita aktualisht, deputet, ministër dhe kandidat për kryetar të komunës. Jam edhe sekretar për marrëdhënie ndërkombëtare e lëvizjeve të vendosur. Këtë e shoh si shërbim për vendin dhe për qytetarët. E nga cila pozit, Hajrolla Çeko do t'jap dorëheqje së pari kur të afrohet koha për fushatën e zgjedhjeve lokale. Tash jemi ende larg asaj situate të formaliteteve të zyrtarizimit kandidaturës në kuptimin e dorëzimit edhe të dokumentacionit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por do t'i bëj të gjitha vlerësimet kur të vjen koha, mirë po për momentin unë i kryej detyrat e mia. Por a ka përkrajnë edhe të Mefail Baqinocit në garë për kryetar të kryeqytetit. Unë nuk kam pik dyshimi që zoti Baqinoci apo kushdo tjetër që nuk do të jetë pjesë aktive e një fushate që i duhet Prishtinës sepse kemi një degradim 4 vjeçar të çështjeve që janë shumë të rëndësishme për përditshmërinë e qytetarëve tanë dhe zoti Baqinoci, si në njohësi mirë i komunës, i lagjeve, është aty për ta mbështetur jo vetëm kandidaturën time personalisht, por edhe angazhimin tonë si lëvizjeve të vendosje. Kundër kandidati Çekut në Prishtinë momentalisht është konfirmuar kryetari aktual për Paremrama nga LDK e Bek Berisha nga AAK. Çeku dhe 91 deputet të tjerë u mblodhen edhe sot në tentimin e 37 për ta konstituuar legjislaturën e re, por të gjithë këta në seancë qëndruan për më pak se 2 minuta dhe kështu finalizuan dështimin e radhës. E veçanta e kësaj dite ishte që deputetët u pritën me disa pankarta kritikuese. Deputetët këtë mërkurë ballafaqësuar me disa pankarta para nisjes së seancës. Pjesëtarët e shoqërisë civile ndërmarrën një aksion simbolik për bllokadën në Kuvend. Kjo situatë tashmë i ka kaluar gjithë kufijt e normales dhe është bërë boll, siç po thonë edhe disa prej pankartave tona. I pari që përgjigj mesazheve të tyre ishte Agem Batiri nga lëvizja vetëvendosje. Tarët e kanë votuar zot deputet për me votuar. E jo për me sabotuar o me shantazhuar. Ky aksion i tyre po shihet si përmbushje e detyrave që u takon deputetëve. Unë mirëpres shoqërinë civile që na kujton detyrën tonë. Por edhe sa herë do të shkojnë në Kuvend që të dështojnë. Unë do të vi aq herë sa të është e nevojshme me përmbush obligimet e mia ligjore. Duhet të pyetni deputetët e opozitës pse po vinë në qoftë se nuk dojnë të votojnë edhe me këtë shkelin kushtetutar. Si sfeqla në Kuvend u paraqitën edhe 91 deputet të tjerë, të cilëve ju kërkuan nga kryesuesi Avni Dehari që të votojnë për komisionin e fshet. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Për herë të 37, seanca konstituive dështoi për të provuar sërish pas 48 orëve. 52 deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca. Pas seancës kreu LDK-s u pyet nëse me vetdije po ja zgjasin mandatin Kurtit. Mos i dëgjoni gjithë njerëz që flasin gjëra pa fije inteligjencë. Si po ja zgjasin mandatin zotin Kurtit. Është jo legjitim, nuk ka mandat. E ka uzurpuar detyrën e kryeministrit edhe të deputetit në njëjtën kohë. Nuk ka logjik në gjë të tillë. Është urgjente të bëhen institucionet e Kosovës. Ndërsa kreu i nismës fajin për këtë situatë u ahudhi kalkulimeve politike. Forcat politike në Kosovë ka dalë duhet më ikë nga kalkulimet, edhe lojra fjalësh, po duhet të fokusohen të përqendrohen për mbushjen ato që presin qytetarët e Kosovës. Sipas të propozuarës për kryeparlamentare nga partia fituese e zgjedhjeve, opozita është e vetmja që po e bllokon konstituimin e Kuvendit. Ata vinë në Kuvend dhe nuk marrin fare pjesë në votim. Unë nuk e di nëse keni pasur rastin që t'i pyesni deputetët e opozitës, shumë thjesht, pse vinë seancë. Tentimin e 38 deputetët do ta bëjnë të premte nga ora 11. E rezultate konkrete kanë arritur udhëheqësit e NATO-s, shtetet anëtare të së cilës janë pajtuar për një rritje masive të shpenzimeve për mbrojtje pas presionit nga presidenti amerikan Donald Trump. Këtij të fundit i erdhën edhe disa komplimente nga sekretari gjenerali i Aleancës Veriatlantike, i pari i SBA-s, përmendi në një rast edhe Kosovën. Para një dite atëroi në Hag të Holandës me kapelen me mbishkrimin USA.
Si më e rëndësishme në samitin e NATO-s, presidenti amerikan Donald Trump e nisi të mërkurën së bashku me sekretarin gjeneral të Aleancës Veriatlantike, Mark Rutte. Qysh para nisjes së diskutimeve me të tjerët, republikani njoftoi për kërkesën e tij për rritjen e shpenzimeve nga vendet anëtare. Unë kam kërkuar prej vitësh që ata të shkojnë deri në 5%, dhe tani kjo ndodhi. Kjo është një rritje e madhe nga 2% dhe shumë vende as që e kishin përmbushur 2%, kështu që mendoj se kjo do të jetë një lajm shumë i madh. Meritat për këtë ja la dhe Mark Rutte, teksa e cilësoi me epitetin babai për ndaljen e luftës në Iran. Babai ndonjëherë duhet të përdor fjalë të forta që ta ndaloj. Më pas liderët realizuan një foto familjare të përbashkët përpara se të nisën në sallën e paraparë për mbajtjen e samitit. Aty udhëheqësit e NATO-s u pajtuan për një rritje masive të shpenzimeve për mbrojtje pas presionit nga Trump. Të bashkuar përballë kërcimeve dhe sfidave të thella të sigurisë, në veçanti kërcënimit afatgjat që paraqet Rusia për sigurinë euroatlantike dhe kërcënimit të vazhdueshëm të terrorizmit, aleatët angazhohen të investojnë 5% të bruto produktit të brendshëm çdo vit për kërkesat të mbrojtjes, si dhe për shpenzimet e lidhura me mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035, për të garantuar detyrimet tona individuale dhe kolektive në përputhje me nenin 3 të traktatit të Washingtonit. Edhe në konferencën për media pas, Rutte nuk i ndali lëvdatat ndaj presidentit amerikan. Tani e kam njohur për gati 10 vjet, është një mik i mirë. Kam besim tek ai. Ai kishte plotësisht të drejtë kur thoshte se Evropa dhe Kanadaja nuk po kontribuonin sa duhet në NATO, ndërsa SBA po shpenzonte shumë më tepër për mbrojtjes së evropianët dhe kanadezët. Tani po e korrigjojmë këtë. Ky theksoi se mendimi i tij për presidentin Putin nuk ka ndryshuar dhe se ende nuk i beson atij. Por me të nuk do bisedoj ky, por presidenti Trump, i cili shtoi se do kërkojë ndaljen e luftës në Ukrainë, teksa sërish përmendi Kosovën e Serbinë. Në javën e fundit u kujdesëm për Indinë dhe Pakistanin, Kosovën, Serbinë. Mendoj se të premten Kongoja po vjen e po ashtu edhe Ruanda. I pari i Shteteve të Bashkuara deklaroi se po largohet me një vlerësim më të madh për liderët se sa që e kishte kur erdhi. Trump mjaft direkt ishte edhe në ndërhyrjen në konflikt që ka hyrë në javën e dytë mes Izraelit e Iranit, ndërkohë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar se aktualisht 13 qytetarë të Kosovës ndodhen në territorin e Izraelit, por deri tani nuk kanë shprehur interes për t'u evakuuar, megjithse situata e sigurisë është përkeqësuar ndjeshëm. Në një njoftim të publikuar të mërkurën në Facebook, MPJD-ja njofton se në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës në Tel Aviv është përfunduar me sukses evakuimi i disa qytetarëve në ditët e para të përshkallëzimit të krizës me Iranin. Procesi është realizuar përmes pikave kufitare me Jordanin dhe Egjiptin, me ndihmën e autoriteteve izraelite, si dhe me mbështetjen e ambasadave të Shqipërisë, Bullgarisë, Greqisë dhe Egjiptit. Ndërkaq që ambasada e Kosovës në Izrael është duke punuar intensivisht për evakuimin e një qytetari tjetër, i cili po përgatitet për largim nga territori i Izraelit përmes Egjiptit. E një ministri tjetër ajo e arsimit, dje ka kontestuar procesin e emërimit të Meliza Krasniqit si ushtruese detyrës e drejtoreshës së Institutit Albanologjik, por nga ky institucion sot sqaruan krejt situatën në një konferencë dhe hodhën dyshime që ky kundërshtim nga mashti po bëhet vetëm se Meliza Krasniqi është bashkëshortja e kryetarit të PDK-s. Një emërim në pozitën e ushtruesit të detyrës u bë shkak për përplasjen e 2 institucioneve. Të martën, Ministria e Arsimit kishte kontestuar procesin e emërimit të Meliza Krasniqit si ushtruese e detyrës së drejtoreshës në Institutin Albanologjik. Përmes një konference për media, këta mohuan se pati shkelje duke i konsideruar si të pabaza ato që Ministria e Arsimit i tha. Këshilli drejtues, Instituti Albanologjik, i ka 7 anëtarë. 5 janë me drejt vote, 2 janë pa të drejt vote. Janë 5 anëtarë, 3 janë të mbrëmshëm, të zgjedhur nga Këshilli të propozuar, nga Këshilli shkencor. Do të thonë nga 5 shefa të degëve, Këshilli shkencor i zgjedh 3 që të jenë anëtarë të Këshillit drejtues. Ndërsa 2 anëtarë i propozon ministria, ndërsa drejtori i institutit edhe sekretari shkencor janë anëtarë të Këshillit
drejtues pa të drejtë vote, janë anëtar ex officio. Olluri tha se këto nuk ishin asgjë më shumë veç se përpjekje për të ndikuar politikisht. Ku edhe me deklarimin e pasurisë, që unë e bëj si anëtar i Këshillit drejtues të Institutit Arkeologjik. Në atë mbledhje, unë kam qenë kryesues i Këshillit. Dhe drejtues, më tha, nuk ka asgjë kontestuese. Kontestimi është veç në arsyet që ne nuk i dimë. Madje sipas antarit tjetër të Këshillit Drejtues, kjo çështje erdhi vetëm për shkak se bashkëshorti i Melizës është në krye të PDK-s. Pra ajo është punëtore përkushtuar dhe puna e saj profesionale është në Institutin Arkeologjik, pa asnjë ndërlidhje me politikën. Ajo nuk është e angazhuar politikisht. Dhe pse rastisht ka qelluar që tjetë gruaja e dikujt që tash është politikan, unë mendoj që mund të jetë një ndër shkaqet e ndërhyrjes politike të ministrisë. Po është ndërhyrje tërësisht e padrejtë. Ministria pati edhe një ankesë i përket hapjes së konkursit për drejtor të rregullt. E nga instituti thënë se është vetë ky institucion qendror që ka krijuar të lashe për procesin. Instituti Albanologjik ishte thirrur edhe këtë të mërkur mbledhje, mirë po që antarët e caktuar nga ministria nuk kishin marrë pjesë. Derisa bën me dije se mbledhja e radhës për rishqyrtim do të mbahet këtë të premte. Vjojmë edicionin me të tjera çështje. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama sot ishte në koqiri një takimi të rëndësishëm. Ai priti në vizitë kryegjyshin e urdhrit Bektashi Edmond Brahimaj apo siç njihet si Babamondi. Mes palëve u fol për bashkëpunim e marrëveshje. Kryegjyshi i Bektashive në Shqipëri arriti në kryeqytetin kosovar. Edmond Brahimaj, i njohur si Babamondi, u prit në vizitë nga kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama. Një dhuratë nuk mungoi nga kryetari i Prishtinës. Edhe falënderimet nga zemra për punët e mrekullueshme që i bëni për gjithë popujt në botë, duke përçuar këtë dashamirësinë, zemërgjërsinë, inkluzivitetin faktikisht të gjithë popujve e posaçërisht të reprezentuar edhe kombin shqiptar në mënyrën më të mirë të mundur. Më pas, ata nënshkruan një marrëveshje simbolike që pohoi bashkëpunimin mes urdhrit Bektashi dhe kryeqytetit të Prishtinës. Nënshkruam së bashku memorandumin e bashkëpunimit me kryegjyshin Babamondin, me reprezentuesin e kryegjyshatës botërore, me Seli tash në Tiranë, ku edhe nënshkruam një memorandum bashkëpunimi të organizimit të një organizimi ndërfetar faktikisht. Sipas tyre, nuk do të mungojnë as programet e shkëmbimit kulturor. Të përfshijmë gjithë shqiptarët në memorandum, bashkëpunimi, vëllazërimi, paqe, mirësie, ndërfetare, që diplomat të cilët jenë diplomat të paqes, të mirësisë, me njohuri të plota fetare, kemi mos kemi më grindje, ofendime, sharje, dhunë, terrorizëm, por kemi dashuri, paqe dhe mirësi. Ndërkohë, kryetari i Prishtinës Përparim Rama nga ky takim nuk pranoi të deklarohet për zhvillime të tjera. Ndërka që Oda Ekonomike e Kosovës ka njoftuar edhe për një gjykim të dytë brenda 2 ditësh i cili anulon në njoftimin e zyrës së rregullatorit të energjisë për daljen në tregun e lirë të energjisë. Dje u njoftua që gjykata komerciale në Kosovë ka pezulluar ekzekutimin e një njoftimi të zëres që ndalonte një kompani të caktuar të furnizojë përmes shërbimit universal. Pasak gjykimit të dytë, OEK tha se ky zhvillim tregon qartë se bizneset kanë pasur të drejtë kur kanë ngritur zërin ndaj padrejtësive të zëres. Oda Ekonomike e Kosovës inkurajon të gjitha bizneset që ndihen të cënuara nga ky vendim që të ndjekin rrugën ligjore për të mbrojtur interesat e tyre. Çdo kush që ka nevojë për asistencë brenda Odës është themeluar një ekip juristësh që do ndihmojnë në draftimin e akteve kundër njoftimit të zëres, thuhet në njoftimin e OEK-ut. Oda Ekonomike e Kosovës i ka bërë thirrje zëres që ta pezullojë njoftimin për daljen në tregun e lirë, përpara se, siç tha ajo, të krijohen pasoja më të mëdha për biznesin, ekonominë dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Pikërisht për bizneset, Demokraci Plus mbajti sot konferencën rajonale me temë fuqia pjesëmarrjes, ulja barrës administrative përmes angazhimit të qytetarëve dhe bizneseve në Ballkanin Perëndimor. Ndjekim 2 deklarata se çka u thanë në këtë event.
Ndryshimi ndodh kur këto shërbime i përshtaten më mirë nevojave të qytetarëve dhe bizneseve. Gjermania vazhdon të mbështesë fuqishëm reformat në qeverisje në Ballkanin Perëndimor. Ne mbështesim iniciativat që vendosin njerëzit në qendër të dizajnimit administrativ. Ato janë ngarkesa që kanë kosto reale për qytetarët dhe bizneset dhe pengojnë mundësitë. Shërbimet që nuk janë efektive mund të krijojnë mungesë të mundësive, jo efikasitetit dhe të ulin transparencën. Kosova po bën përparim të mirë në kuadër të këtij programi për reduktimin e barrës administrative. Ka një angazhim të dukshëm dhe serioz nga ana e qeverisë. E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ. Gjithë ju që ndatë këto momente me ne për të informuar, faleminderit, mirëmbëjtje.